Gjysëm një dashuri, një vështrim, një ledhatim, një këngë, një mirësi. 13 nxënës dhe mësuesi i tyre humbën jetën tragjikisht në ujërat e liçenit të Prespës 30 vite më parë, teksa ndodheshin në ekskursionin shkollor. Ngjarja mbetet një nga tragjeditë më të rënda që ka prekur Pogradecin dhe mbar vendin. Sot, 3 dekada më vonë, dhimbja për familjet mbetet po aq e fortë. Shpresa Berberi, nëna e të ndjerës Engelida Berberi, kujton se vajza e saj ishte vetëm 15 vjeçe, nxënëse e vitit të parë. Fillimisht nuk ishte dashur ta lejonte të shkonte në ekskursion, por kishte këmbë ngulur të shkonte me nxënësit e vitit të 4. Kishe parandej, i thash jo të keqe nëse më mbytesh, thash të kam rritur me zor. Jo mami, thash se mam do të gjithë mësueset. Miku Çupka e pa fajshme, si rrojmë ne, si punojmë ne. Duam drejtësi, ne duam drejtësi, ne kur s'ta mbyllet kjo plagë me të keqena, kur, po të ketë shtetë, e po të ketë njeri, ne këtë punën na i mbyllë, se ne nuk kemi, kur s'e mbyllë. Ngjarja ndodhi në prag të zgjedhjeve të 26 majit 1996, periudhë shoqëruar me tensione të forta politike ku në krye të shtetit ishte presidenti i asaj kohe Sali Berisha. Sipas Havala Tollarit, nëna e të ndjerit Arti Latollari, ngjarja nuk u hetua kurrë plotësisht, ndërsa pretendon se fëmijët u dërguan në Prespë jo vetëm për ekskursion, por për fushatën elektorale të Berishës. Dhimbja tonë nuk tregohet si kanë qenë këto 30 vite. Nuk di si të shprehim. Jemi hequr zvarr. Nuk ka pyetur njeri, domethënë, vetëm ato ditë ka lojtur shumë politikan në tragjedinë tonë. Këta e kishin ekskursionin në Voskopoj. Me që e kishte Sali Berisha elektorat në Prespë, morën i shpun atje, mbaruan elektoratin, ben atë, edhe ne na i suall fëmijët. Flin të liçeni as njeri Xhanxhi atje, Xhanxhi njeri, ka mbajtur e para ka mbajtur, që do një të nxirr një djalin. Neve i kemi kërkuar gjithmonë shtetit, kemi bërë karta, letra, që kërkojmë të drejtën tonë, po dëm shpërblim se s'ishte nga qefi tonë. Më 7 maj 1996, 13 gjimnazistë dhe mësuesi i tyre Edmond Mato u mbytën në liçen, pasi varka kishte futur ujë gjatë lundrimit. Sot shkolla në Starov mban emrin 14 ëngjëjt dhe brenda saj ndodhet klasa muze në kujtim të tyre.